Mirëmbrëma të nderuar ndjekës, mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po takoheni sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Dua t'ju sjell një video që në fakt dua ta ndaj me ju. Gjesti edhe Egli së bashku. Gjesti dhe Egli sonte po festojnë natën e tyre të parë realisht pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Këtë video që ju po e shikoni gjatë gjithë kohës Egli e ka postuar në Instagramin e saj ku ka bërë dhe tag Gjestin dhe po e shijojnë të gjithë këtë festë të përgatitur me patjetër nga vllau i madh me të gjithë banorët e shtëpisë së Big Brotherit tashmë që po kremtojnë daljen nga shtëpia e Big Brotherit. Marrëdhënia nga kjo që ne shohim, nga buzëqeshja e tyre, nga afrimiteti që kanë krijuar, po tregon që është në nivelin e duhur. Do të thënë, Gjesti edhe Egli janë në ditët e tyre më të mira, janë në momentet e tyre më të bukura, po argëtohen, po festojnë, po kënaqen dhe po e shijojnë këtë çastin. Shumë video janë bërë publike në rrjetet sociale ku Gjesti dhe Egli janë filmuar nga ndjekësit të cilët janë pjesë e këtij pjesë e asaj feste, të cilët me shumë dashuri po shohin çiftin që është shumë i lumtur. Do të thënë Gjesti është shumë i gëzuar. Gjesti sonte është ndeshur me të vërtetën dhe me realitetin. Ai e ka kuptuar se çfarë dashurie gëzojnë shqiptarët për të, se sa xhane kanë shqiptarët Gjestin dhe mbi të gjitha është Egli ajo që po i qëndron pranë dhe po e do kaq fort. Do të thënë marrëdhënia e tyre është në gjendjen më të mirë të mundshme, marrëdhënia e tyre është në ditët më të bukura të mundshme dhe marrëdhënia e tyre po shijohet pafund nga këto të dy. Për herë të parë reagon Egli në Instagram, pasi që nuk ka reaguar më herët, është për herë të parë, do të thënë sonte, që reagimin e saj të parë ka dashur që ta bëjë me një video me Gjestin. Ju të cilëve ju ka marrur malli për Gjestin, ja ku e keni, sonte ato festojnë mbrëmjen e tyre të parë në fakt pasi kanë dalë nga shtëpia. Gjesti duket shumë i freskët, duke i pushuar, duket i lumtur, i gëzuar dhe po e shijon pafund. Edhe pse në për ato lajmet e reme në për të cilat unë i kam komentuar pafund ditën e sotme, u tha që Gjesti edhe Egli kanë përfunduar marrëdhënien e tyre, kanë përfunduar lidhjen e tyre. Ju thash që është një gënjeshtër, sepse Gjesti sot gjatë gjithë ditës ka pushuar në hotel, i është dashur të merr veten, që sonte të jetë gati për të festuar dhe për të kremtuar deri në orët e para të mëngjesit fitoren e tij me të gjithë banorët e shtëpisë së Big Brotherit. Gjesti dhe Egli janë bashkë, kështu të bashkuar kanë ndenjur dhe natën e mbrëmshme në festën e cila ishte organizuar nga vllau i madh brenda godinës së Top Channel, por sonte duken më të gëzuar se kur. Dua të marr mendimin tuaj për këtë video.